Përshëndetje, mësafir në studio kam profesorin dhe ambasadorin Zejnullah Gruda, është prej profesorëve të parë të Universitetit të Prishtinës, është shkolluar në Pej, Beograd dhe Sarajevo. Gjatë viteve 1975-78 ka qenë ambasador i Jugosllavisë në Panama. Profesor Gruda ka mbajtur edhe pozitën e sekretarit të parë për marrëdhënie me botën e jashtme në kuadër të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. Prej vitit 2011 deri në vitin 2013 ka udhëhequr Institutin për Hulumtimin e Krimeve të Luftës. Është njohur si më i miri së drejtës penale ndërkombëtare. Qysh në vitet e 50-ta, profesor Gruda ka shkruar punime sa i përket të drejtës penale në të drejtën ndërkombëtare. Me profesorin Gruda do të flasim në pjesën e parë të intervistës për temën e gjykatës speciale, ndërkaq në pjesën e dytë për demarkacionin apo shënimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi. Mirë se erdhe, profesor. Faleminderit për ftesë. Kohëve të fundit është duke u bërë një debat jashtëzakonisht i madh sa i përket themelimit të gjykatës speciale. Kuvendi i Kosovës dështoi në raundin e parë që të themeloj këtë gjykatë apo të hap rrugë themelimit të kësaj gjykate. Si shpjegohet në të drejtën ndërkombëtare themelimi një institucioni të tillë që merret me dënimin e krimeve të luftës? Problematika e përgjegjësisë penale ndërkombëtare është diçka relativisht e re në historinë e njerëzimit. Është përmend për herë të parë në fund të luftës së parë botërore për krimet e rënda që janë bërë gjatë luftës së parë botërore, edhe për gjykimin eventual të fajtorëve për tragedinë më të madhe që deri atëherë ka pas psu njerëzimi. Në traktatin e paqes të Versajës kanë qenë dy nene cilat janë marrë me problemin e përgjegjësisë ndërkombëtare për krimet e rënda. Neni 227 e ka akuzu drejt për drejti perandorin e Gjermanisë Wilhelmin e dytë për cenimin e shejtësisë traktateve ndërkombëtare, domethënë për respektimin e obligimeve të marra ndërkombëtare. Edhe neni 228 i traktatit Versajës ka parapa se gjithë ata që kanë bë vepra që janë në kundërshtim me ligjet dhe zakonet e luftës, kanë mund ndjek edhe kanë mund dënu. Nuk është arrit asnjëna as tjetra, për një shkak relativisht thjesht, që Wilhelm II ka ikë në Holland edhe ka kërku azil politik. Shtetet që kanë qenë të interesuar për gjykimin e tij e kanë aktualizuar çështjen me Holandën. Holanda ka refuzu ta dorëzoj atyne cilët kanë desh gjykimin e Wilhelmit me një arsyetim thjesht se ajo gjatë historisë çdo herë ju ka jep azil atyne që ndjeken për arsye politike, edhe ka llogaritë se Wilhelmi II ndjeket për arsye politike, edhe se ata nuk munden me dorëzu për këtë arsye pikërisht. Natyrisht Holanda e ka shfrytzuar edhe një argument formal se ka thënë ne nuk jemi nënshkrues traktatit Versajës, edhe obligimet që ju keni marrë atje neve nuk na imponojnë detyrime, për shkak se ne nuk kemi qenë pjesëmarrës i lidhjes këtij traktatit dhe marrjes obligimeve. E vërteta ka qenë se dhe bota nuk ka qenë shumë e interesuar për dënimin e Wilhelmit II, për një arsye thjesht që i takon sferës politike, për shkak se ka lind revolucioni tetorit, është përmbys sistemi i spahive dhe kapitalistëve në Rusi, e një problem relativisht shumë i madh ndërkombëtar, i cili i ka trondit krejt bazat e shoqërisë atëhershme. Edhe atëherë gjitha kanë ditë se nuk është i rëndësishëm Wilhelmi, jojnë do çështje tjera shumë më të rëndësishme me cilat duhet mu marrë. Edhe kështu ka dështu. Jojnë dënu disa persona minor, edhe me këto ka përfundu çështja. Natyrisht, kjo ka qenë një psim edhe një mësim i rëndësishëm. Kur ka fillu lufta e dytë botërore, shumë shpejt është pa se jojnë të ndodh krime të lahtarshme, cilat e kanë shoku ndërgjegjen atyne njerëzve cilët kanë qenë përgjegjës për një botë më të mirë. Edhe duke i parë këto, në vitin 1943
në Moskë, konferencën e 3 fuqive të mëdha, koalicionit anti-hitlerian, Bashkimit Sovjetik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë, është marrë një vendim se gjithë ata që kanë bo krimet luftës, kanë mund djek, edhe kanë mu dënu, edhe është bo bile një ftes ose një vrejtje. Gjithë atyre që deri në atë moment nuk i kanë zhlyme durt me gjak, dhe të rezervohen se ka marrë koha kur këta kanë me kërku llogari prej tyne. Edhe kanë një ndjek, është thonë nësë është nevoja edhe deri në skajt botës për me ju pru para gjyqësisë. Kjo ka qenë viti 1943. Natyrisht, në bazë disa viteve, lufta ka përfundu me kapitulimin e Gjermanisë, edhe është hapë problemi i përgjithësisë atyne që kanë bo krimet të rënda, midis cilave ka qenë gjenocidi, kanë qenë krimet e luftës, krimet njerëzimit, çfarë bota nuk ka pa. Njerëzit me siguri pjesa e madhe e dinë se në luftën e dytë botërore janë vra më se 50 milion njerëz, prej cilëve 26 milion ju takojnë e efektive ushtarake, do më thonë ushtërive të rregullta, cilët natyrisht vrahen luft, po jojnë edhe 24 milion që i takojnë kategorisë popullsisë civile, cilët në asnjë rrethon nuk kanë guzu me psu. Do më thonë, kjo llogaritet kataklizma më e madhe cilën e ka përjetu njerëzimi gjatë gjithë historisë. Mbas kësaj, është marrë vendimi që gjithë fajtorët për këto që ka ndodhur në luftën e dytë botërore duhen mu sjell para drejtësisë. Edhe në Potsdam është marrë vendimi se udhëhesia e Gjermanisë, që ka qenë fajtori kryesor për luftën e dytë botërore, kanë mu dënu. Mbas disa kohëve është miratu statuti i gjykatës, njohur sipas vendit ku ka qenë allocione e Nurembergut, statuti i Nurembergut, ku është para pa. Do të flasim më vonë për proceset që kanë shku në këto dënimet në krimeve të luftës që kanë ndodhur edhe atëherë, mirë po te kontekstualizojmë me themelimin e gjykatës speciale që po synohet me u themelu prej Kosovës, ndërkohë është kërkesa e ndërkombëtarëve dhe po bëhet presion që do themelohet edhe prej Këshillit të Sigurimit. Sipas juve, pse erdhi deri te themelimi i kësaj gjykate speciale 16 vjet pas përfundimit të luftës? Cili është shpjegimi juaj? Unë besoj se ka ma shumë arsye që rrjedhat kanë shku kësaj soji. Një arsye është se sistemi i deri tashëm nuk ka siguru vënien e drejtësisë në vend, as vendor, as ndërkombëtar. Neve e kem pas një gjykat për ndjekjen e krimeve që janë bën në hapësirën e ish Jugosllavisë, që është kriju me fillimin e shkatrimit Jugosllavisë, po e cila qysh do qoftë, unë besoj se nuk e ka kryu punën. Natyrisht në shtetet caktuara që kanë qenë përfshira në konfliktin e Jugosllavisë janë bë përpjekje për gjykimin. Përpjekjet fillimisht nuk kanë qenë sinqerta nga asnjëna palë. Do më thonë, sinqerisht asnjëna palë nuk ka qenë e interesume mi dënu krimet e veta. Ka pas përpjekje për minimizimin ose për zvoglimin ose për mohimin e krimeve të ndryshme, edhe kjo është një prej aty në arsyeve. Natyrisht, kjo vlen edhe për ne në Kosovë. Neve kem pas plot që kanë qenë delegum për me pru drejtsin. Asnjëni qoftë unë miku, qoftë e uleksi, qoftë gjykata tona, definitivisht nuk e kanë kry punën. Nuk e kanë kry punën, edhe natyrisht kjo është pasoj e kësaj. Këtu nuk e përjashtoj une edhe diçka që i takon sferës politike, që është do qoftë neve ke ardhur në Shënjestër, tu falemderu edhe angazhimeve politike, une besoj, jo drejta, kategorive të ndryshme personave, nga cilët mundet me pas njerëz që intimisht e
munden mu duk se janë pastër, po mundet edhe me pas mercenar thjesht, pe thëmë shumë hap, sikurse që ka qenë për shembull një kohë David Fischer, ka qenë një filozof italian, i cili natyrisht krejt angazhimin e vet e ka pas me tregu se në lufta, sidomos në Bosnë e Hercegovinë, fajtorët jojnë bosnjakët e se viktim jojnë sërbët, që është konstrukt larg çdo mendjes shnosh. Natyrisht në këtë grup hyn edhe deputeti zviceran atje, i cili ka bo akuza, prej cilave disa definitivisht jojnë pa imagjinueshme. Megjithatë nuk ka pasur reagim për institucioneve të Kosovës e as pe kryeprokurorit vendor e as atij të Euleksit ose Unmikut kur ka dalë ky raport. Pra, është i neglizhuar totalisht edhe është marrë kështu, domethënë me idenë që s'ka kur gjan ta, ndërkohë tash situata është ke ndryshe. A kemi ardhur në situatën e pa alternativë që o duhet me themelu këtë gjykat ose ka rrugë tjetër? Përgjigja në këtë pyetje natyrisht mund të bëhet nga dy aspekte. Një është interesi shtetnor. Për ata që janë në poste edhe që e kanë mandatin me udhëheq shtetin, kriteri bazë është interesi shtetnor. Ky është kriteri themelor. Për ne që jemi njerëz thjesht, kriteret janë më të ndryshme. Këto janë kritere njerëzore, janë kritere morale, janë kritere juridike tjera, cilat munden mu diskutu. Edhe unë besoj se ata cilët natyrisht mendojnë ose e kanë mandatin për mendu për shtetin, janë prunë në një situatë ku nuk kanë shumë zgjedhje. Nuk kanë shumë zgjedhje. Edhe unë besoj se kjo ka me përfundu për arsye që i takojnë pragmatizmit politik. Nëse një numër i shteteve, cilat pjesa e konsiderueshme llogaritën se janë shtete demokratike, një numër i shteteve që definitivisht ne kemi dëshmi se kanë qenë miqtonë, se në momente më të vështira na kanë ndihmu ose janë e pozicionu në anën tonë, se na kanë ndihmu në shtet ndërtim ose në themelimin e shtetit edhe sigurimin e pavarësisë së shtetit. Nëse ata thonë se duhet me bo, atëherë unë nuk besoj se dikush i mundet për do interesa, qofshin e grupore, qofshin klanore, qofshin partijake, që çdo qoftë kur janë pyetet interesat e shtetit, janë që ma pak duhet mu marrë në konsiderim. Sa është problematike themelohet një gjykat e cila merret me dënimin e vetëm të një etnie, vetëm të një pjese të krimeve të luftës. Këtë argument po e përdor edhe opozita në Kosovë, kur po thonë se votojmë kundër. Ata po thonë që drejtësia nuk është selektive, drejtësia është e verbër përballë të gjithëve. A ka shembuj të tjerë në botë ku është themeluar gjykatë e tillë për dënimin e veç të një pjese ose me idenë, me supozimin se janë kry të një pjesë e etnisë, një pjesë e qytetarëve. Domethënë është drejtësia, ata po thonë selektive. Si shpjegohet kjo dhe a ka shembuj të tjerë në botë? Shembuj, ka. Unë i shmoj argumentet, një me thonë se më shumë vëmendje i kom përcjell debatet edhe në Parlamentin e Kosovës, i kom përcjell edhe ata që kanë folë në favor edhe ata që kanë qenë kundërshtar. Edhe llogaris se në pjesën më të madhe këto që kanë përdor argumente, edhe ata që janë angazhu për krijimin, edhe ata që kanë qenë kundërshtar, janë relativisht argumente shumë të forta, janë shumë të bazuara. Po politika i ka do rrugë tjera. Ju po pyetni a ka aksi. Unë po ju përmendi. Pas luftës dytë botnore, janë dënu gjermanët dhe japonest për shkak se
këta janë llogarit se janë pajtorët kryesor për ato që ka ndodhur luftën e dytë botërore. Jo pse nuk kanë bërë edhe këta krime, unë tash po ju përmendi. Është ndodh masakra e Katinit, që publiku ndoshta shumë nuk e din, që në teritorin e Bashkimit Sovjetik janë vrarë krejt kreu i armatës polake, cilët para ofanzives gjermane janë tërheqën lindje, edhe ju kanë dorëzu e ushtrive të Bashkimit Sovjetik. Me një synim që dikur ka marrë koha, ata kanë me ju bashkangjit ushtrive aleate dhe kanë me luftu kundër një armikut përbashkët. Ata janë vra afër Smolenskit, është një qytet i rëndësishëm që është afër hekurullës që lidh Parizin, Berlinin, Varshavën edhe Moskën. Janë vra 11.000 oficer, gati krejt kuadri komandus i ushtrisë polake. Nuk është përmend bile në procesin e Nurembergut. Nuk kanë guzu me përmend. Me pas bo Gjerman, kjo kish me qenë ndër argumentet më të mëdha të akuzës. Po me qenë se definitivisht mbas plot e hulumtimeve, egzaminimeve, është pasë, është vepër e Sovjetëve, kjo është heshtë, nuk është përmend. Një pjesë e krimit. E një pjesë e krimit, po ndër krimet më të rënda, se këta kanë qenë që ju kanë dorëzu ushtrive sovjetike, do më thonë të llogaritë se ju kanë dorëzu alatëve. Është bombardu Dresdeni në shkurt vitit 45. Pa kur far arsye, janë vra, dhanat natyrisht dallojnë shumë, po minimumi është 30.000 njerëz deri në 300.000 llogaritet, cilët nuk ka mund mu identifiku në asnjë mënyrë për shkak se janë shkrumu, janë bo shkrum e hi me bomba djegse napalm për 48 orë. Bombardet anglo-amerikan, 1100 aeroplana, 26 kisha e janë shkatru plotësisht, janë vra me 10.000. Për kur far arsye ushtarake, është përdorë bomba atomike në Hiroshima, Nagasaki. Ju keni pas armë që janë shumë ma pak të rrezikshme, që kanë qenë të ndalume shprehimisht, e ju për këto i denoni, për shembull, për përdorimin e gaznave helmus, ose për përdorimin e fishekve dum-dum, ose dhe për diçka tjetër, a nuk e denoni për përdorimin e bombës atomike, cila përveç efekteve direkte ka efektet më pastajshme që janë jashtëzakonisht të mëdha. Do me thonë, ka pas krime që janë bo, po Nuremberg janë gjyku udhëheqësia e parë e Gjermanisë, individ saktum, janë 22 vetë që kanë qenë të akuzum, janë gjithë Gjerman, me përjashtim Hitlerit për cilin llogaritës që ka po vetë vrasje, Bormani që me siguri është i vram, po është i mshepun, krejt udhëheqësia komplet, bile për ma tepër janë shpall kriminale, disa institucione ose organizata të Gjermanisë atërshme, sikurse që janë trupat SS, që është mirë publiku janë me ditë, trupat SD, si është Gestapoja, edhe udhëheqësia e Partisë Nacional Socialiste. Edhe për gjithë këta është thonë se këta mjafton mu konstatu se kanë qenë pjesë e këtyne. Këta duhet mi sjellë në gjyqe, edhe në gjyqe me prezumimin e fajësisë. Në vend pa fajësisë, këtu është fajësia, do më thonë këta duhet me dëshmu se s'kanë po krime. Do më thonë se këta duhet gjithë mi denu. Ka shembuj që edhe kjo ka qenë edhe në Tokyo. Ka qenë edhe në Tokyo, e njëjta gjë, do më thonë jojnë denu ata që janë llogarit fajtorët kryesor. Në luftën e Kosovës, Kosovë-Serbi, dihet botërisht se agresore ishte Serbia, ndërkohë viktima ishte Kosova. Tash për viktimën po themelohet një institucion për t'i gjykuar ata. Si shpjegohet kjo? Shefi, unë personalisht llogaris se ky konstrukt definitivisht nuk mundet mi përballu e analizat e hollësishme edhe nuk mundet mi përballu argumentet. Kjo është definitivisht punë e qartë. Nëse bisedohet për përgjithësi, atëherë gjithë
tu përfshi nga viti 1992. Kombet e Bashkuara kanë pa se këtu është tu zhvillu në hapësirën e Jugosllavisë një luftë e dytë. Një luftë e dytë për të cilën është ditë fajtori kryesor kush është. Ka mujtë edhe ndonjë fajtor tjetër me qenë, po fajtori kryesor është ditë kush jojnë. Do më thonë, edhe aty nuk ka pas kur farhamendje, kur kush është ditë kush është agresor, kush është viktim, është ditë kush është tu përdor e mjete e metoda cilat jojnë të ndalume. Publiku jonë ma pak din. Për shembull, plot shka që Gjermant kanë pasë dhe kanë bo, luftën në Bosnë jojnë të i kalu. Luftën e Bosnës sërp nuk kanë pas komorat gazit, po kanë pas qendra për dhunim sistematik që Gjermant nuk kanë pas. Se cili duhet mu pyet. Fatkeqësia është që edhe sot ju keni shembuj, natyrisht këta janë shembuj definitivisht pa kojshëm, ndalohen për shembull edhe Ramush Hajredina. Ndalohet ose është ndalu edhe Qeku. Është ndalu në Bosnë Ganishi. Është ndalu këto ditë Nasser Oriçi. Është ndalu një general sërb që ka qenë mbrojtësi Sarajevës atje. Me akuza të atyne, cilt e kanë mshef Karagjiqin në Beogradin e ri. Me vite tëra në Beogradin e ri, nuk është fjala për gjunglat Amazonës, edhe nuk është për kodrat Nepalit, është për Beogradin e ri. Është mshef Mladiqi, që është ndër kriminalët më të mëdhej, çekullit 20. Edhe gjatë kohës sa ka jetu në Beograd, ka marrë pensionin e nga general shtabi i ushtërisë sërbe. Do më thonë, jojnë fenomenet cilat jojnë vështirë mu spjegu. Natyrisht edhe akuzat që jojnë bo ndaj tonëve, ndoni mundet edhe me shëndru, se në kësi lufta edhe pa ndodh diçka që mundet me qenë e pali jushme ose pa kojshme, ndoshta është e pa mundun. Po akuza se është bo transplantimi në një shtëpi të verdhe e cila nuk ka kanalizim, është definitivisht një konstrukt jashtë çdo mendjes shnosh. Këto nuk duhet me qenë specialisti madh i mjekësisë me ditë që janë konstrukte. Se pati debate shumë se a duhet jetë edhe fjala gjenocid në ligjin, në fakt u hëq në momentet fundit, nuk mbeti fjala gjenocid në këtë projekt ligjin për gjykatën speciale. Kjo është ndërsendet më të mërshme, se çdo kush që ka edukat elementare, juridike, edhe nga e drejta ndërkombëtare, e din se gjenocidi është përpjekje për zhdukjen e plot ose tërësishme të një grupit racor, fetar ose kombëtar. Për çfarë gjenocidi munden shqiptarët mu akuzu? Mundet këtu edhe po përmenden numra janë vra 400-500 munden mes tyne edhe me pas njerëz, do më thonë pa fajshëm. Po nëse nuk pranohet se ka pas gjenocid në Bosnë, a nuk është pranu, atje është tonë se ka pas në vendimin e gjykatës ndërkombëtare atje gjenocid, ndoshta në Srebrenicë. Po gjenocidi kur nuk përkufizohet si diçka që bëhet në një debitor caktum, përkufizohet simbas e viktimave. Viktimat që dallohen për nga raca, për nga feja, për nga kombësia, e tjera. Do më thonë, një akuzë definitivisht totalisht e deplasume, edhe jashtë çdo mendjes shnosh. Se dihet se numri i viktimave në Bosnjë është 1/10 në raport me Kosovën. Edhe ma tepër duhet me qenë. Natyrisht edhe dihet kush janë fajtorët kryesor. Komisioni Bajsunit, që është një egyptas, një autoritet relativisht shumë i madh, i cili e ka pas për detyrë me shqyrtu krimet që janë ndodhur në Bosnë me 4 ekspert tjerë.
prej cilve ka qenë një holandez, ka qenë një norvezhez, ka qenë një nga Senegali, edhe një kanadez, edhe ky që është me komësi egyptase. Ata kanë gjetë deri në vitin 1994 154 voreza masive në Bosnë e Hercegovinë. Ata nuk kanë mujt me identifiku vepër e ku jojnë gjitha, po për një pjesë të madhe e kanë thonë se jojnë vepër, edhe ajo çka ka dalë në 80% rasteve, mujmi përmend edhe numrat konkrete, jojnë vepër e serbëve, pak ma tepër edhe diçka jojnë në vërtet në krahasim me bosnjak këto të kroatëve, jojnë 2-3 voreza që i kanë bo bosnjak. Në planin formal del se gjithë kanë bo krime, po nuk është njësoj, sikurse në Bosnë që është thonë gjithë kanë bo krime, gjithë duhet mu përgjesh, gjithë duhet me kërku falje, sikurse me vra një, sikurse mi vra 30, a raporti i atyne që janë vra nga sërt është 30 me një ndam të muslimanëve. Edhe ju... Profesor, si e shihni ju funksionimin e gjykatës speciale? Është para po, nëse themelot, është para po që të themelohen disa dhoma të specializuara, do t'jetë kryeprokurori i specializuar. Si e shihni, si do të funksionoj kjo, sipas edhe drejtës ndërkombëtare, po edhe drejtës penale ndërkombëtare, ky institucion? Këto janë çështje tash që rregullohen me statut ose me dokumente cilat i referohen kësaj. Do më thonë, përcaktohet përbërja, përcaktohet mënyra e zgjedhjes gjyqtarëve, përcaktohen kompetencat, përcaktohet mënyra e marrjes vendimeve e tjera, që jojnë detale cilat natyrisht e me marrëveshje ndërkombëtare ose me ndonjë akt e precizohen, edhe këto mbetet mu pa. Ajo që definitivisht e është e pa diskutueshme se qysh do qoftë një akuzë rënd është bo. Edhe që ne kemi mbet në një pozit që nuk kemi shumë hapësirë për me zgjell. Për shkak se tash po paralajmërohet mundësia që e njëjta gjykatë me kompetenca ndoshta edhe më të mëdha të themelohet nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, ku Rusia veç ka paralajmëruar. Sa janë gjasat që themelohet kjo dhe çu shkon proceduralisht në Kombet e Bashkuara themelimi një gjykate ndërkombëtare për një vend që në fakt snihet prej Kombeve të Bashkuara Kosova? Këtu publiku jonë shpesh herë nuk dallon ndonjëherë edhe diçka që është qendrore. Për shembull, midis argumenteve që janë përdorur në këto diskutime ka qenë një rezolutë e Këshillit të Evropës. Kur bisedohet për rezolutat e Këshillit të Evropës, çdo kush që din edhe drejtën ndërkombëtare, po din edhe çysh funksionojnë, është diçka akt që ka vlerë morale edhe politike, po që në instancë fundit juridikisht nuk obligon. Do më thonë, edhe nëse ka thonë Këshilli i Evropës, nuk o rikny dynjeja, do më thonë, për shkak se edhe për tjerë të përfshi edhe për Jugoslavinë ose Serbinë e Malin e Zi, ka pas me 10 rezoluta kësaj që kanë kërku për mbajtje, kanë kërku njënën tjetrën, edhe nuk janë respektu asnjëna. Edhe kjo vlen edhe për këto. Po për rezoluta cilat i mirëton Këshilli i Sigurimit, e ato më nuk janë objekt pazarit. Aty ose duheni mi respektu, ose duheni mu përgatit për matkeshen. Për shkak se ata i kanë edhe do mekanizma tjera, cilat në raste caktume mundën me hynë veprim edhe atër me ju dënu. Edhe kjo është ajo alternativa ndoshta ma e keqe që kësh mujt me ndodhë. Proceduralisht, çysh themelohet një gjykatë speciale në këtë rast për Kosovën? Dihet që në fuqi
Më thonë është hala kjo rezoluta 1244 për shkak se nuk është fuqizuar në Këshillin e Sigurimit. Qysh mund të themelohet një gjykatë speciale pe Këshillit të Sigurimit tash? Këshilli i Sigurimit nëse vendos, atëherë definitivisht neve kemi me qenë para aktit krym. Kemi me qenë para aktit krym me pasoja relativisht edhe shumë matronda. Matronda për shkak se ka mu hap rruga edhe dove cilët nuk janë mish. Edhe kanë me përdor atëre, sikur se këto ditë që e kini pas për shembull rezolutat për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë. Një projekt rezolut që kanë qarkullu delegacioni i Rusisë atje, të të pidenojnë gjithë krimet. Dhe të kërkojnë falje gjithë, kanë bërë gjithë krime, e tjera. Qysh mundet e muvu në të njëjtën bazë krimet sërbe edhe eventualisht ndonjë krimi izolum qfare në Srebrenicë fare nuk ka pas. Po në Bosnë e Hercegovinë ka mujt me pas, ato që ju thash, kur janë kvantifiku matematikisht, krimet në Bosnë e Hercegovinë, është 85% jojnë vepër e sërbëve, 12% jojnë vepër e kroatëve, 3% jojnë vepër e bosnjakëve. Formalisht del se gjithë pas kanë bo krime. Po nëse bosnjakët e kanë vra një sërb, këta i kanë vra 30 bosnjakë. Edhe kjo është aritmetike e pastër. Po një kategori e shteteve, këto edhe individve, edhe politikanëve, për shkak se gjithë e din, për shembull, pozitat e sërbëve i mbron një person Chomsky, që çdo qoftë autoritet edhe moral, edhe shkencor, intelektual, definitivisht ndër ata ma transishmit, ose ma me influencë që është në botë. A i mendon, ndonjëherë se sot kanë qenë viktima. Në më thonë, edhe këtu. Si e keni pa rolin e diplomacisë Kosovës në parandalimin e themelimit kësaj gjykate në këtë proces? Këtu, unë pak muj me qenë kritik, edhe në këtë çështje edhe për çështje tjera. Fatkeqësisht, për shkak se neve unë besoj si shqiptarë në përgjithësi, vujmë shumë nga lehtësia e marrjes me punë publike. Do më thonë se nuk i llogarisim ato se janë ku me ditë se çka. Kjo është ajo që unë besoj është shumë prezente. Pa thonë për shkak se, për shembull, kur ka qenë konferenca e Rambujes, delegacioni kosovar ka shku pa platformë, me dur në xhepa. Unë besoj është rasti i vetëm, ose unë bile nuk kam njohuri, në histori që ka pasë rast, që me shku diku ku vendoset për tarshmen e një popullit, një kombit, një shtetit, me shku në atë mënyrë. Edhe këto pe di, së është punë e sigurt. Edhe unë besoj edhe në këtë çështje e neve jemi vanu shumë. Ata që kanë mandatin në përfaqësimin e shtetit edhe të popullit, është desht me kohë, me pa çka është ndodh, edhe mu pregadit për ato çka eventualisht mundet me ardhë. Edhe natyrisht, jo mu edhe juve me ju shpjegu. Se kjo është mas lehti edhe në sens në pjesën e madhe dhe i dim, nuk kanë nevojë për shpjegime. Po me ju shpjegu miqve, me ju shpjegu aty në faktorve që jojnë e vendimmarrës. Për shembull,
nëse ka pas akuza për trafikim të organeve. Me thonë, jemi tatë, po shkojmë shpinë e gjelbërta që shë kanë qujtë për shofim. Gjithë e dinë që s'kanë edukat madhe mjekësore, se organet që transplantohen kanë jetë nga momenti marrjes deri momentin kur vehen trupin tjetër 2 orë duen me kalu. Kjo është një mekanizëm i tënë i mbështetjes për me bani transplantim tillë. Ekipi i transplantimit i Akademisë Mjekësore Beogradit, që përbëhet nga 45-6 ekspert profileve të ndryshëm, me muje, me vite jojnë trajnu për me bo transplantime. Në kushte cilat jojnë që s'mundeni mi marë me mend ju. Ata të shtojnë, jojnë marë organen në shpi që nuk ka kanalizim. Unë muj me kuptu, është torturu dikushi. Po se mundet, kjo me ndollë, dhe më thonë është në sferën e fantastikës, dhe më thonë asaj që kushi normal nuk mundet me imaginu. Natyrisht, edhe për ndonjë krim tjetër. Me thonë, ndalu të shofim, mos me mbet peng popull i shteti, i ndonjë individit ose ndonjë grupit. Sa janë gatshëm, folëm që drejtësia s'ka arrit me vu drejtësin këtë vend, ose shumë vështirë ka arrit me vu. Sa jemi kanë të gatshme dhe sa jemi të gatshëm na me denu qoftë edhe një krim të vogël të luftës, për shkak se është e natyrshme, në luftë ndodhin krime. Mirë, ky është problem i gjithë hapësirës e ish Jugosllavisë, se pjesa më e konsiderueshme kanë qenë prirun mi pa krimet e tjerve, edhe mi gjyku ato, ose me kërku gjykimin e tyne, kurse për ato të vetat me hesht. Ne nuk jemi përjashtim, sado që unë e besoj se ne mas pakti kemi arsy mu frigu. Qysh do qoftë, unë e llogaris. Ne me gjitha kriteret kemi zhvillu luftë drejt, kemi qenë viktim, ka pas përpjekje gjenocidit. S'po them se është po gjenocid, po përpjekje gjenocidit mbi shqiptar definitivisht ka pas. Fatmirësisht nuk është realizu, sikurse që nuk është realizu as gjatë luftave ballkanike, ose mes 2 luftave botnore, ose edhe mbas luftës 2 botnore, që ka mujt ndonjë ecuri me pru deri diçka që kish me qenë gjenocid, ose një fat që kish me qenë ngjashme me fatin e çamve të Greqisë atje. Do më thonë, edhe kjo është ai problem që ka mbet. Natyrisht, argumentet që janë përdor, disa janë të vlefshme, po disa nuk janë të vlefshme. Për shembull, unë i kom dëgju po cenohet sovraniteti. Nëse bëhet diçka kështu. Për të kompetencave të gjykatës speciale, e cila do të ketë kompetenca mbi këtë sistemin e drejtësisë. E shifej. Ata që folin për shembull për problemin e sovranitetit, ku kanë qenë për shembull kur është hyrë kushtetut një qëndrim atje se Kosova nuk ka mu bashku me kërkën tjetër. A nuk është senu këtë sovraniteti? Shumë më tepër është senu. Atër sovraniteti se eventualisht tash një gjykatë vjen që ka mi denu disa vetë ose disa veta vetë. Do më thonë, ato nuk e thojnë, pse atër nuk kanë reagu. Ajo ka qenë senim shumë ma i rondë, shumë ma i madhë. Do më thonë, bazuar edhe në ato akuzat që jenë bërë tash edhe ato që mundën realisht mu faktu, numri atyne që do dënohen nuk do të jetë shumë i madh. Ju keni përmendë edhe disa shembuj edhe në librat e juaj, por që po më intereson që janë dënu krimet e luftës, për shembull në Nicaragua,
është shit për shembull krimet lufte çast mërshme ka ndodhur ku shit një litër gjak për $5. Qysh janë dënuar ata për këto krime që i kanë kryer? Fatkeqësisht, mirë, ju përmendni Amerikën Latine, në Amerikë Latine kanë ndodhur ndër krimet më të mëdha se shkeljet më të mëdha drejtave të njerëzit në mbar hapësirën e botës. Ka ndodhur Argentina ose lufta e dytë në Argentinë, ka ndodhur e Chileja, ka ndodhur mirë Nikaragvën që përmendni, edhe atë rebelimi sandinist atje, ka ndodhur Salvadori, ka ndodhur Guatemala, ka ndodhur Kolumbia, ka ndodhur Peru, Paraguay e tjera, do më thonë një numër i madh. Për shembull, njëni prej krimeve më të mëdha që llogaritet, që është bon hapësirën e Amerikës Latine, po nga krimet më të mëdha që është bon historitë njerëzimit, është e krimet që janë bo në Argentinë. Nga viti 1976 deri në vitin 1983, atje llogaritet se janë vra afërsisht deri në 30.000 vet. Për kuptimin tim, edhe për as unë sa di, gjithë pa fajshëm, do më thonë që të populli janë vra bigajri hak. Ka mjaftu juve me ju marë, je student, je udhës i lëvizje studentore. Do më thonë, je udhës i lëvizje sindikaliste, je simpatizer i të majtës, ose ndonjëherë kanë thonë edhe këtyne rebelve, e don Kubën, e simpatizon Castron, e tjera, e tjera. Jojnë vra në një luft e cila pak ka shembull në histori, si kurse jo, në një mënyrë e cila deri atëherë ka qenë e panjoftun. Viktimat jojnë rëmby nga lokalet, nga shtëpijet, nga rrugët e tjera, edhe me aeroplana jojnë gjujt në oqean. Në kohën unë kur kom qenë në Amerikë Latine, është folë se get jojnë të imbytë edhe në këtë mënyrë, kur kushin nuk ka pas argumente, nuk ka ditë. Në të vërtet, derisa një oficer i marinës luftarake të Argentinës nuk ka dalë publikisht, ka thonë 2 vjet nga një aeroplan me viktima ka fluturu çdo të marte mbi oqean edhe i kem jedhë. Edhe ai ka thonë, unë 30 vet, unë i kom jedhë prej aeroplanit. Ajo është dënu, po është dënu jo në Argentinë. është dënu në pas gati 20 vjetëve në Spanjë. Në Spanjë ka ardhur si dëshmitar në një proces, atër kanë thonë ndalëse na kemi edhe me ty punë. është dënu me 640 vjet burgim. Për shkak se, sipas gjyqit spanjoll, këti për çdo person të vram e kanë dënu nga 21 vjet, edhe 5 vjet e kanë dënu se ka marrë pjesë në rëmbimin e personave, edhe 5 vjet ka marrë pjesë në torturimin e këtyne personave. Ky është e rasti. Videla edhe banda e tij, po të më haptasi, do më thonë që kanë qenë ushtarak, Videla ka qenë admiral, ka pas aty general, ose jojnë amnestu, ose jojnë dënu me dënime simbolike, për shkak natyrisht oportunitetit politik atje, jo rebelohen ushtria, jo çarshet konservative, jo kjo, jo ajo. Njeni, për shembull në Chile, Pinochet, që është një ndër diktatorët më të famshëm, për të keq që ka vra presidentin konstitucional Allenden, edhe që është fajtor për mbi 3.000 viktima në Chile, atje ai ka qenë në Angli atje, edhe disa prokurorë spanjollë dhe kanë lypë ekstradimin e tyre, nuk e kanë dorëzu, ai është mbulu mbas imunitetit, si shpesher që ndodh, disa atëherë shfrytëzojnë imunitetin për shkak se nuk munden mu ballafaqu me drejtësinë që kjo është në shef, i kanë garantu se s'kan me ndjek, s'kan me përndjek, do më thonë
politikë ka qenë. Po marrëm krahasime, për shembull në Serbi janë dënu njerëzit që kanë kryer krime në Kosovë për një viktim për afërsisht një vit e gjysmë. Unë nëse kom dëgju mirë edhe ma pak më duket për person 9 mujtit. Edhe natyrisht nëse ata dikush llogarit se Serbia me këto ashtu e krypun, do më thonë ata ose neve nuk na llogarisin se jemi normal, ose diçka nuk është në rregull. Ose nuk është në rregull. Do më thonë që kësi raste ka shumë. Natyrisht e drejta ndërkombëtare dhe institucionet gjyqësore ndërkombëtare këtu e kanë një mundësi me korrigju këto. E kanë mundësi me korrigju se sipas rregullave drejtës penale ndërkombëtare, gjykatat e ndërkombëtare kanë drejt mi marrë rastet nëse gjykatat vendore e nuk garantojnë gjykim drejt, gjykim fair, gjykim që është i kuptueshëm. Do më thonë këto raste, ata mundet me kërku, do më thonë nuk mundet gjyqi i brendshëm me kërku me marrë nga kompetenca e gjykatës ndërkombëtare, po nëse për shembull gjykata ndërkombëtare vren se këta dojnë me zvoglu peshën e veprës, dojnë me ik dënimit, dojnë me zbut, dojnë në kvalifikim të veprës me ndryshu, do më thonë, në vend krimit të rond, krimit kundër njerëzimit, thonë, jo është krimi thjesht, do më thonë, automatikisht e zvoglon mundësinë e dënimit të mirë, atëre këta mundën në ato raste me ndërhyje dhe me kërku korrigjimin. Çdo cilën udhëheqësit e Kosovës në rast kur themelohet kjo gjykatë dhe dikush shkon, çu do cilën këta, se kemi pa shumë reagime jo, do më thonë, duke e krahasu neve me Serbinë, nuk pidenojnë ata, na jemi viktima, që do të cilën tash fakt këta udhëheqësit e Kosovës kur të ketë aksione për kësaj gjykate speciale. Sfokusoj me thonë, nuk di se jojnë çështje hipotetike, mirës është me mujt, do më thonë, me zvoglu hapësirat. Me zvoglu hapësirat ku kishim me ju jap mundësi çdo kuj ndonjëherë me po diçka që në sens është në kundërshtim me atë botë kuptimin e vërtet drejtës. Ne mundemi e me thonë se ne kemi qenë viktim. Edhe këto unë besoj kur kushi normal nuk mundet me mohu. Unë besoj se edhe kur jojnë në pyetje e krimet, që çdo qoftë nuk e përjashtoj se ka mujt me pas krime, po se jojnë masive, aty unë jam i sigurt krimet dihet kush i ka bo. Po edhe ato krimet vogla do duhet të gjykoheshin. Krime, mirë fatkeqësisht, krimet vogla të mëdha do thonë nuk duhet me i vu në peshoj. Krimet mirë është për mos me mbet teng diçka që është më e madhe, diçka që është më e vogël, ose më pak e rëndësishme. Ju, profesor, keni udhëheqë edhe Institutin për Ullumtimin e Krimeve të Luftës prej vitit 2011 deri në vitin 2013. Ju nuk jeni që 2 vite në atë institut. Sa keni arritë të dëshmoni krimet e kryera në Kosovë, përgjithsisht, e veçanti ato serbe? Ju e dini, edhe kjo është folë relativisht mjaft shumë, në momentin kur është themelu instituti, unë kom qenë i vetëdijshëm, edhe gjithë kem qenë vetëdijshëm se është kriju me një vonesë shumë të madhe. Do më thonë, kanë kalu ma tepër se 12 vjet nga përfundimi i luftës. Mbledhja e fakteve, argumenteve, e tjera, është diçka që nuk pret. Unë e kom përmend shpesh herë, dëshmitarët vdesin, faktet zhduken, memoria zbehet,
aktualiteti humbë. Dhe më thonë, ne jem vonu e jashtëzakonisht shumë me krijimin e diçkave që për shembull ndryshe nga ne në Bosnë. Në vitin 92 ishte Melu, kur është kanë shtet rrethim. Sarajeva ka qenë e rrethume. Rrethimi i Sarajevës është rrethimi më i gjatë në historitë njerëzimit që ka ndodhur. Sarajeva ka qenë në kushte çfarë besoj nuk ka qenë anë Leningradin kohën e luftës dytë botnore. Atëherë Alija Izetbegović. Alija Izetbegović me vendimin ti themelohet instituti e caktohen këta me i kry çeto punë. Do më thonë, ajo duhet mu bo për shkak se ajo që të ne shpesher nuk di. Edhe lufta 30 vjeçare, edhe lufta 100 vjeçare kam përfundu në tavolinë, nuk përfundojnë ato në fush betej. Edhe duhet mu pregadit, edhe duhet natyrisht me bo ato që është punë e secilit. Pavarësisht se Bosnia ka themelu institutin e njëjtësit Kosovës që ka themelu 12 vjet mas luftës, nuk ka arrit me dëshmu gjenocidin që është kryer atje. Ndërkohë na dëgjojmë plot deklarata të zyrtarëve të Kosovës që s'kan mbledh asnjë argument ose shumë pak argumente dhe thonë kena me padit Serbin për gjenocid. Kjo mas pari në pikpamje formale është pikpyetje pse bohen këto publike për palë. Do më thonë, edhe nëse është, do më thonë se diçka ka mu bo, ajo natyrisht nuk duhet mu diskutu, ndoshta deri kur pjeket edhe kur ndërmeren hapat. Për shkak efekteve, për shkak edhe plot çka që mundet ma vonë marrë. Natyrisht gjenocidi e ka në natyren e tij diçka që e bën shumë të vështirë të argumentohet. Për shkak se për ekzistimin e gjenocidit nuk mjafton vetëm numri i madh i personave të vramë, që është e diçka që i takon matematikës. Do më thonë, numër shumë i madh i njerëzve, nuk është 1, nuk janë 10, nuk janë 100, me kusht edhe me qenë ata më të mirë. Do më thonë, është një numër i madh, po është synimi për mi zhduk. Do më thonë, ne që thojmë mi qitë farës, kush e shkruan se ne pi bojmë këto veprime, pse dojmë këto krime të rënda janë bo, definitivisht këtu, une kom qenë një ndër aktivistat Këshillit për mbrojtjen e drejtave të njeriut, di për plot krime, di për plot masakra, di për krime të lahtarshme. Për shembull, në Shirez e Likoshan është vra gruaja në muajin e 8 shtatzanësisë. Do më thonë që është e tmerrshme. Janë vranë familjen Deliaj 3 vajza, njëna ka qenë 17 muajsh e vjetër. Janë vra në pej balajt, janë 4-5 fëmijë, 4-5 vjeçar janë vranë familjen Jashareve 14 fëmijë, duket që janë në zanë shkollës fillore, do më thonë maksimalisht kanë mujtë me pas 15-16 vjeç, edhe ma pak. Do më thonë mos përmendi Qushkunisën, atje Ljubenishin, Mirka, Suareken, këtu afër që kem pas kjo që fokerin e shtini me folë. Natyrisht edhe plot tjera, do më thonë, jojnë me dheta, po për gjenocid e duhet këto që relativisht vështirë. Qatë punës tuaj në institut, sa keni arrit me mbledh, me dokumentu këtë këto në mënyrë faktike që ka ndodhur në Kosovë? Neve kem provu me bon një bank dhanave. Unë e kom llogaritë se instituti duhet me shën banke dhanave, ku krejt çka ka ndodh, ka me qenë një vend të bume. E kom pasë relativisht është e vështirë. Për plot arsye, se dika kanë ardhë do që kanë bo hulumtime për para
qoftë si individ, qoftë si grupe, qoftë si kategori gjykatave të ndryshme ose të shteteve të ndryshme, të organizatave qeveritare, jo qeveritare, institucionale, jo institucionale, edhe një pjesë të madhe dhanave i ka jep, kështu që kom has shpesher të njerëzit, cilët ju ka ardhë këtu, jemi lodhë mo, vinë, shkojnë, kur gjo nuk shofim prej asaj çka ka ndodhë, edhe një pjesë fatkeqësisht aty në dhanave që kanë qenë shumë të rëndësishme, mo na fare nuk i disponojmë fare këtu, jojnë dikush tjetër që i ka marrë, i ka siguru, kam i përdor ose i përdor kur i duhen ose nuk i përdor fare, do më thonë, po që çdo qoftë një përpjekje jo shumë e lumtur kishte me thonë, për arsye se që çdo qoftë neve, unë kom përshtypje se kur një send shumë seriozisht nuk e bojmë edhe unë besoj edhe kjo është një prej atyne. E bëjmë një pauzë dhe kthehemi dhe flasim pastaj për shënimin e vijës kufitare Kosovë-Malizi.